me pamje të drejtë për drejta, ndërsa jashtë kemi një deklaratë nga Petro Koçi. Ish Partinë e Punës në një parti demokratike europiane me shpirt social-demokrat dhe pastaj sërish pothuajse i njëjti mision për të ngritur Shqipërinë nga gërmallat e 97-s në një shtet normal dhe qytetar. Ishte dhe mbeti një politikan i një qytetarie dhe intelekti thuajse të pa konkurrueshëm, që përballoi me një shpirt fisnik politikën e egër të burgosjes të Sali Berishës. Fatos Nano ishte një patriot i madh, ishte ai që jo vetëm ringriti shtetin e rënë në 97-ën, por i dha shpirt çlirimtar edhe armë UÇK-s. Edhe takimi i përfolur me Miloševićin duhet përcaktuar si një paradhome rambujes, ishte shembull i kurajos shtetërore dhe i diplomacisë po ashtu kurajoze, dhe ishte një takim në një valë të pa diskutueshme me partnerët tanë gjeostrategjik. Thash dhe njerë, ishte paradhoma e rambujes. Faleminderit.